Prodhimet vendore kanë filluar të tkurrën. E kjo situatë, sipas Odës Ekonomike të Kosovës, pritet të përkeqësohet nga 1 qershori, kur bizneset e mëdha pritet të dalin në treg të hapur të energjisë, duke u obliguar që të zgjedhin vetë furnizuesin. Shkak për këtë, sipas kryetarit të këtij institucioni, Lulzim Rafuna, janë ofertat me çmim prej 200% më të larta që kanë marrë për furnizim me energji. Dhënat zyrtare janë duke na tregu që prodhimi i Kosovës është duke rënë. Paramendoni sot, kur ende nuk kanë dalë në tregun e lirë, kur ende nuk janë duke paguar energjinë elektrike me çmimin e rritur, është duke rënë. Trendi nuk është i mirë jo vetëm në Kosovë, por edhe në tregun e Bashkimit Evropian. Shqetësuese është inflacioni është duke u rritë. Ky inflacion do t'i godet drejt për drejt qytetarët e Republikës së Kosovës. Koha ka kontaktuar disa nga 19 kompanitë e licencuara për furnizim, për të parë se çfarë ofertash kanë ofruar ato për bizneset, por se ato kanë thënë se janë ende në fazën e ofertimit dhe se nuk mund të flasin për ofertat e tyre. Ato nuk kanë folur as nëse do të mund të ofrojnë furnizim të qëndrueshëm me energji për bizneset e mëdha. Por kryetari OEK-ut Rafuna ka përsëritur kërkesën drejtuar institucioneve për pezullim së paku edhe 1 vit të vendimit të ZRE-s për dalje në treg të hapur. Kur jemi te bilanci tregtar i madrave, këto janë dhëna zyrtare që janë shumë shqetësuese për të gjitha institucionet e vendit tonë dhe për të gjithë partitë politike që janë prezente në Kuvendin e Republikës Kosovës dhe kërkojmë që sa më shpejt të themelojnë institucionet e Republikës Kosovës që të ndërmarrin hapa, ndërmarrin veprime që të apshtojnë biznesin, të apshtojnë ekonominë e vendit tonë. Mbi 1000 biznese nga 1 qershori duhet të zgjedhin vetë furnizuesit për energji elektrike, por bizneset kanë kërkuar që të ketë sërish shtyrje ani se një vendim i tillë është shtyrë që nga viti 2017. OEK ka kërkuar nga avokati i popullit që t'i drejtohet gjykatës kushtetuese për të atakuar vendimin e ZRE-s për shkak të situatës ekonomike të vendit dhe kohës jo të përshtatshme për të dalë në treg të hapur.